Është si më plak, baradës. Ajo, u lidh me tjetën, ku dëgjon. Dorë do vesh, kur ta bi këtu, e mësu këto me bodanësi, me përfitu nga burat. Ta mojsh derin nga pylli, ta qysh në qytet nuk mojnë qytetarë asjera. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Greqi, do të hap dritaren për një baba. Ai quhet Artur, i cili ka 2 vajza, por fatkeqësisht ka 10 vite që nuk i takon vajzat dhe 6 muaj që nuk u dëgjon zërin. Telefonat e tyre janë bllokuar dhe ky baba sigurisht akuzon ish partnerin e tij. Një histori me shumë detaje që do e rrethej sot Arturi, mes dhimbjes dhe lotëve. Ai është duke më pritur, hap dritaren dhe e ftoj. Artur, përshëndetje. Përshëndetje. I lexova mesazhet që më dërgove dhe kuptova që ke vite që nuk takon vajzat. Po unë i shoh për ditë ato gjonat e tua, çfarë dërgon ti për ditë, më fekes për gjithë këto. Nuk është se ka një dovë në muaj, gjithë bota është kështu, pos nuk e di që çfarë ndodhi me këto gjëra. Çka ka ndodhur me ty? Pse nuk e kontakte me vajzat? Tani ka një 6 muaj, 7 muaj gati. Ju jeni i divorcuar? Po me dokumente jo. Mund të pyes? Po, s'ka problem, derisa ka marrë, derisa sa po flas për ty, mund të pyes çfarë duhesh. 6 muaj që gruaja ka ikur nga shtëpia me vajzat? Në çfarë ka ndodhur në familjen tënde? Jo, ka. Unë ka gati të qyrë 2016 që kam shku vetë në Francë me to. Do me thënë, ju keni jetuar në Shqipëri fillimisht? Po, fillimisht po. Sa vite martes kishe me gruan? Ka, deri sot ka 18 vjetë. 18 vite. Atëherë çfarë ndodhi? Të martuar me 2 vajza, jetonit në Shqipëri? Po, Shqipëri. U nisët për në Francë? Unë nisëm 2016, ne ta një vit atë me vajzat me ish gruan. U detyrova bëra vetë sa fjalë që të më shifin asistentët, fjalë me përfituar të dokumentet, unë ika u shko po tani 2 muaj ato. Po. Edhe ato më pas morën letrat. Edhe flishin për ditë normalisht. Nuk kishin probleme fare. Ne filloi mrapa. Unë së shkosh atje si kishte bo dhe si thonë, denonësim kishte morë dhe mbrojtje. Se unë jetosha në Itali mrapa. Por që të ma shpjegosh, ti e bëre të qëllimshme që të silje probleme që të përfitonin letrat? Po e bëra vetë. Jo mu prek me dorë, po e bora sy sa s'du me jetu ma me këta, i thash në merë një boni që të doni, po i marë, ne i marë në ato të kryqit kuq. Po ti re në bashkëpunim me gruan për të bërë këtë gjë? Po. Se të ka kushtuar shtrenjt, e humbe familjen për gjithmonë? Po të qatë në bashkë me fjalla me rrugullu familjen, që që anotë. Pra, le të themi, bët pakt me gruan që ti të bëhesh i keqi përpara institucioneve në Francë, që ato të përfitonin letra dhe ti ike në Itali. Po. Çfarë ndodhi më pas? Më pas, ajo shkoti nga Francë në Itali, se ka dhe motrë në Itali, jo? Vjetë aty në kur isha unë. Po. Po, nuk vjetë kur isha unë. E unë isha Shqipëria, ajo vjetë aty, ma betet e i kanë bo lidhjet vetë ato mrava, se si mos të largohen. Ne kishim debate në Shqipëri, kishim shumë debate në Shqipëri, si vetë të me hik. Ishte një motrë në Francë, jo? Pa fillon të... Nuk e di, si jap hafar. I dashur Artur, në momentin që ti ike në Itali dhe i the asistencës sociale që nuk dua t'ja di për familjen, kishe kontakte me gruan, ajo të merrte në telefon? Për ditë. Po mirë, si kishit menduar ju? Nga largësia filloi me pas problemet, nuk e di më prapë. Fëmijët mëshim telefon për ditë vetë, në 11 natës, ku të kishin... Sa fëmike nga martesa? 2 goca. 2 vajza. Por mirë, Artur, si e kishit menduar ju?
Kam 2 vajza, ajo ka 3. Pse është martuar? Po bashkëtese martuar nuk është. E martuar është ligjërisht me ty akoma, e kuptova. I dashur Artur, por si e menduat ju? Do me thënë, hajde bëj ti letrat, por ti u dobove nga Franca në një farë mënyre, tu hoqe drejta, si e kishit menduar? Jo, i ka vetë, nuk kam të buna. Jo, si e kishit menduar që po bëjmë këtë planin, që ti të bësh baba i keq, që gocat të përfitojnë letrat, por si e kishe menduar të ardhmen? Bashki familjar në pas. Që të rishte gruaja. Po. Por ajo të braktisi. Ajo, u lidh me tjetën, ku dëgjon. Ka një 3 vjet. Por mirë, si nisën konfliktet, të themi? Ti jetoj në Itali, ajo të telefononte, fëmijët, çfarë ndodhi? Nga lartësia, ku dëgjona, shkoshin 20 vetë, shkoshin për ditë bjerë, muaj atje, në Francë, nuk e di si janë, s'mund të shpjegoj fare. Por ishte ajo që ta komunikoj që s'dua më të jetoj me ty, do më thënë të vazhdoj me ty? Po. Si ta tha? Ti më puntatën, më puntime. Kalamatje duhet, folë sa dush me ta, më kalamat speciet prapës. Sa vjeç janë vajza sot? Vajzat janë ndaje, 17, 16. Por çfarë ka ndodhur me vajzat? Mirë ti u ndave me nënën e tyre, e kuptueshme. Vajzat unë me kokën time, them se i mba penge, nuk i le me fol. Le që ka në tjetër mrena, dhe ka në të dashurin mrena. Ka bodhe i fëmijëve të, sot diku i thot ai fëmijëve mos fol me babën. Ai është shqiptar apo shtetas francez? Shqiptar. Por gabimin e kanë bo vetë, do se kanë bo, se unë në shpinë tjetër unë s'unë fotëm që është malivërtis. Unë jam familja akoma me ta. Më pas dhe të certifikatën familjarë që ka morë tani 2026. Po mirë, ajo ka lindur një vajzë tjetër, është regjistruar tek ty? Djalë. A ka lindur një djalë dhe është regjistruar tek ty? Nuk e di, tani për momentin jo, nuk është regjistruar, nuk e që ka regjistruar fare, nuk e di. Sepse nëse regjistrojt ai fëmia automatikisht do marrë atësinë, do jeni ju babaj. Di, po nuk është regjistruar fare, duket as atjes këtu, në Shqipëri. Këtu, unë jam Greqi, po... Por si nuk e ka regjistruar, në Francë ka lindur e ka regjistruar fëmijën atje? Di, se po e regjistrojnë emër vetë, jo, nuk... Jo, në emrin e vetë nuk regjistron dot, se është martuar ligjërisht, është martuar me ty. Atë po të them, unë nuk e di, unë nga certifikata 24, u dëgjom. E qartë, sepse nuk ka ardhur të bëj regjistrimin në Shqipëri dhe nuk figuron fëmia. Atë po të them. Po mirë, ju keni shumë vite të ndarë fizikisht me njëri tjetrin. Pse nuk e keni bërë divorcin? Për çfarë qëndroni të martuar? Ne kam bërë divorcin unë s'disha gjonë, jo, nuk disha gjonë që dhe tani është shpet, këna fillu probleme, ka 2 vjet e gjysmë gati. Pra, 3 vitet e fundit ka nisur konflikte që kur i ishtë gruaja juaj u dashurua me një person tjetër. Po mirë, ke 6 muaj që... Po. Unë i ka një tani para 2 vjet e gjysmë, 2 vjet e gjysmë, kaq, po. Edhe në bisosha të vitë takoj fëmijët, hajde takojnë policijet, si takojnë policijet fëmijët, s'kam po vrasi. Po pse kjo urrejtje? Nuk e disha se ka të vërle ujë mrajnë aty, mërë një ishtë bacana ujë, apo se pot nga Italia, më takojnë Shqipëri, ka kështu, ka ndodhë me familjen të adhe. I dashur, Artur, ti bëri një sakrificë shumë të madhe. U quajte në thonjza baba i keq, që braktiste fëmijët, vetëm që ato të përfitonin letrat, pse ish gruaja juaj hakmerret në këtë lloj forme, sa të ndalonte fëmijët, se kuptoj këtë gjë. Unë kam qenë dallë para ca vitesh, ja 2 vjet me te. Keni pasur probleme edhe më para. Në kohë ishta në Itali, fëmijët më morën në telefon, ku isha në Itali, me thonë, hajde babi se s'mo rrinë, ma kena në këtë gjyshi, baba i ishë nusës, se kishin konflikt të fëmija me fëmijët, si janë fëmijët e vetit, dhe më thamë. Edhe u detyrova i nga Italia, i nga në Shqipëri mora të 2, fëmijët edhe i shnusën, edhe i qova në Francë.
Por çfarë ndodhi herën e parë? Pse u divorcove? Pse u ndave për herë të parë që qëndrua 2 vite? Probleme të gjithë, si të gjithë shqiptarët. Unë kam pas një ekspuls 18 vite gati në Greqi në Itali, dhe më thonë kam në 13 vjetë në Shqipëri, në atë kohë martova. Nuk ishte, se Borrell nuk ka punë, di shumë mirë se ka një probleme ka Borrellin dhe pagesa nuk paguajnë mirë dhe nuk paguajnë fare, si thoti. Edhe u detyruam, dolëm në shtëpi tjetër, në fshat, nga shtëpia të pjeqve, aty i gojo. Ju jeni nga Burreli, por nëna e fëmijëve? Aty nga Burreli. Nga Burreli. Nga fshat, nga Burreli. Sa vjeç keni qenë kur jeni martuar, jeni njohur me njëri tjetrin? Ka qenë 28 vjeçë, ka qenë 19 vjeç, 17. Me mblesëri jeni njohur apo me dashuri? Në shokë jemi, një dy me emrin Artur dhe ai. Le themi ka qenë shoku ai që u njohu. Shurira e tij. Por si ka qenë? Goca hallës mama. Por si ka qenë martesa me nënën e fëmijëve në Burrel? Jo, kena qenë mirë, por dita familjet, do thon pjesë janë vjetër, pjesë të me të rive nga Gelatit, edhe mund Gelatit, edhe sot nga nanas, më thoti vlla, po të shtik familjet prishën nga prindrit për herë, se ne jena mësu me ne të vetëm. Gocat e reja dun liri, dun me shku për ditë ke babi, ke mami, që dhe se u martove sot rrit ke babi, ke burri, jo, mos rrit për ditë ke mami, ke babi. Du me shku ke babi, se kam lanë gjithmonë, i kur du, shkali kur du, se kam pas probleme, se afro është. Po fillon, që në fillim, që u martova, që në fillim ala pa vu në atë, fillon të probleme, jo s'du marë, sot du marë, në esë në që aty o njës ters përfundaj. Ju nuk qëndruat me prindrit, u ndave nga prindrit, më the. Po mi fshat aty të Burreli, po më fshat mirë, pa të më morë shpi. Aty unë pata hap një servis aty në Burrel, servis makinë, që hapi vlejnë, në ko që do. Normal të risha dhe në gjerë dagë si punës, nuk të risha dhe kë shpia lartë në poshtë. E qartë. Vishin njës të nësës për ditë, lolloj ropë shëty, lolloj që s'vjet ditë, që s'vjet këtë arë, që s'vjet këtë orarë, që s'vjet... Ato si isha martu me ato, unë me gosa tyne. Pra, le themi konfliktet nisën nga familja e saj. Fajt, ato e morën bras, unë isha të fletë gjumë, kërë qoha më darke, gjumë së gjitha fletë aty. Por, Artur, që të flasim edhe hapur dhe sinqerisht, çdo prind nuk kërkon që ta divorcoj vajzën, domethënë ata me çfarë motivi erdhën e morën vajzën dhe... Falë, ka dhe 3 vajzë tjera të martu ka 2 herë, pra ne janë mësu si familje ato me bukët punë për ne. Po mirë, ty si dhëndër për çfarë nuk të doni, se ti punoje nga mëngjesi deri në darkë. Ato... Në fillim fare u martova, nuk dishin ku të veshën, se isha një djalë se nuk mëhet që leku nga ujti, jo nga toka. E qartë, je punëtor. Nuk ka vete, kam lëvisë në ta në Europën, fati im nuk jam mirë me lek, po haj e pi, nuk jam... Të kuptoj. Edhe ku isha më Shqipërim një moshim vlezë, ku isha në ekspuls, kam 3 vlezë e shtetë, jam motra e shtetë. Në më disa dole vetë Europë, sa u gjërova nga ekspulsi, edhe unë kam, sepse, të ta them fiksë si funksionon nga familje ty, në kam dhe ish kuna atë, unë që i ka vdëk burë, sa e është martu dhe i herë, dhe nuk ja le gjyshit fëmin me të ku, gjyshit nga baba. Do thonë, shkoj që ato me i mortin telefon, tani më thonë 99 milion zezët, edhe t'ju thonë, se është që të thonë ato gjyshma është të vërtet, se nuk jam i pigu nga qjelë në po. Jam mënu se thonë ka vu dorë, s'ka vu dorë. Për ti e kështu këna vu dorë do vesh kur ta bi këtu. Pra, ti e pranon? Këna shkumi. Ti e pranon, Artur, që edhe e ke dhunuar gruan? Dhunuar, nuk sa më dhunuar me si të regojnë aty këti, po mi të shtyme, një gjonë kështu, po jo. Por pse ke bërë? Si do që tjetë ajo është nëna e fëmijëve?
Mbrif të kalamajt për ashtë, atë qa është kështë shpia 600 fëmijë. Keni patur Vetëm nga jo. Keni patur dashuri me njëri tjetrin? E ke dashur? Po. Sepse, sinqerisht, tek burrat shqiptar e vërej që e kam dashur, por e dhunoja, e shtyja. Shtyria është për çmim, kur e shtyj. Shtyja, një sekond. Të të vinë një fëmijë, të të vijë edhe një fëmijë ty, një fëmijë huaj, jo, që të qa, mbrafi babi, edhe dy djekeq, jo. Jo, patjetër, por unë mendoj që fjala është ajo që i zgjidh gjërat. Nëse do diskutojmë me bashortin që... I thonë, parësit e ti e femër, është do të fëndosh për këtë fjallën, po nuk e hedhë për ofendim. Ta mojsh derin nga pylljet, atë që është në qytet nuk mojnë qytetarë asjera. Asë me mene dhe vetë. Unë besoj që... Ka një thotë, më të thot një femër, gela 7 zonë pa dashje, nuk... Disa jemi burin aty, nuk gel pa dashje 7 zonë, se e ketë. Mirë, se ka dhe kuptime të tjera, kur nuk bën një planifikim familjar. Jo, mërë ka thonë nona vetë. Është normal të thua dera 7 zonë pa dashje, kur s'ke bërë një planifikim familjar për sjelljen e jetë të fëmijëve. Po, ai që fut ke shtëpi, aty ku di unë që është në drogëzia, në kriminella, në... Së një, më ka fëmijët ka 18 vjeç, kam fëmijët gra. E qartë, por divorci ishte ai që do i vendosë të gjitha pikat mbi, po ju se keni bërë divorcin, dhe unë të pyeta pak më parë që pse nuk e ke bërë divorcin? Të bëj ajo divorc, nëse të bëjmë divorc. Ajo të vjen në Shqipëri, se të vjen të regjistroj fëmijën ajo. Po në rast... Që të bëj divorc? Unë s'kam dash më divorcu, që të bëj divorc? Se kam problem me 500.000 lekë, 1 milion lekë, që të bëjmë, po kërë. Artur, po të flasë sinqerisht, në këto momente, ty të intereson divorci, sepse më sakt të ka interesuar divorci, por se ke bërë për çështje inati, sepse goca njëra më thërë 17, tëra 16, ato për pak mbushin moshën madhore dhe vendosin vetë për jetën e tyre, nuk i pengon më nëna. Por duke ditur që ti paske 10 vite i ndarë, dhe gocat kanë qenë nga 10 vjeç, 9 vjeç, nëse ti do ta kishe bërë divorcin, që në atë kohë, gjykata do të jepte të drejtat ty si baba për t'i takuar, për t'i mbajtur vajzat, dhe ajo dhe të donte t'i pengonte, nuk do t'i pengonte do të ma, se kishe një vendim gjykate. Por aman, ti se ke bërë divorcin, dhe sigurisht, ajo mund të thoj tani, s'dua t'i jap vajza në telefon, të pengon, dhe ti në këtë situatë nuk e çfarë i bën. S'ke çfarë i bën. Po ç'të bëjon ti? Do të mësoni ç'të bëjon ti. Ka një vrasje ti si zbresën për ditë. Jo, po kjo është e pa imagjinuar dhe nuk duhet ta mendosh, se është absurde. Jo, unë i thash vjet që isha këtu ku jam sot. I thash ish vjerës tim. Në ty vajzës ta mësoj ti se ti e nona, se unë mësoj dot, se unë mësoj fëmijët e mi. Tu i të më zjerë fëmijët zlu, bëjtë atyre mund të morë 20 burra, 20 morë, se më intereso fare. Tu fëmijët e mi. Jo, nuk më pyet, që shpyt ka fëmija nonën. Po baba vetë, që më ca baba vetë mu. Merë prapë të mu, me që ka bo fëmijë me tjetë, merë prapë të mu, si të morën. Shlej me tyre të moron, shajnë mu. Nisa, e ka njësur jetën e saj, sigurisht përderisa ka njësur një bashkëtesë, se një dhe një djalë, ka njësur jetë të re. Voj që të dojë, unë voj për fëmijët, se unë fëmijët që kam bërta, se kam bërtit në rasë, që një jetë time, unë gurë bërtas një fëmijëve tjerë, unë kam shty gratë, më gorejnë pse e bërtë fëmijën, në jetë time, të hujnë. Por, çfarë ndodhi me vajzat? Ti ke pasur komunikim të mirë me vajzat. Para 6 muajve çfarë ndodhi që... Para një vit e ca, më kërkuan 2 telefona, isha në Italinë atë kohë. Babi, thash babin që se goca një bosi, unë nuk kam një bosi madhë, goca një bosi në Fransë aty, në shkolltare, gocës madhë. Ka telefon iPhone 16, dhe ta bje babë 17, si mos të jesh gëzim paralel me fëmijët e tjerë. Ka bjeva va qoha të dyjeve, nësë që qoha telefonët, nësë 2 mush e pak edhe në Shqipëri, edhe në Shqipëri i folën e 2-3 herë, filloj të portit me qërë se kështë e morë tjetë, në zdisha që e mora vesh të shkolla në Shqipëri, e mora në telefon, filloj të portit se ku e mora në telefon 3-4 ditë ka nga jo. Po?
Ka në telefon. Thamë, dhe e ishtë vjera i ku thot njerë të këshive të mjetë në mërin, se ka një këshive të nga frati vetë. Edhe i përqel lafët nga jo zdo lezione që në gjojnë s'ka jo. Ose ka modrët një me në Angli, i që fotët e gocave, se ajnë rritës, si janë boje. Me modrët një me vetë shkruan. Pra, ish gruaja juaj me motrën tuaj ka komunikim? Po, shkruan, po. Por, motra juaj i thot, pse i pengon vajza të flasin me vllajin? Çfarë i thot ish nusja? Motra ime nuk i thot se i bloko telefonin si puna ime. Por vajza... Vesh do të më përcjeli fotografit mund i shoh fëmijët sa janë rritës janë po. Por vajzat vetë në telefonatën e fundit çfarë të thanë? Se një gotë 17 vjeçare, sa do ta pengoj nëna, do e gjej formën të flasi me babajin, është e rritur. I ma peng, i ka mësu me frikë që është vogël. Në që kuptimi ka mësuar me frikë? Me bërtitjen, me prekje, me durë. Por ajo, për gjatë këtyre viteve, Artur nuk ti ka penguar vajzat, pra ti ke folur me vajzat, ke vetëm 6 muaj që nuk flet. Vetëm 6 muaj. Që do thot, diçka ka ndodhur. Nuk ka pengu se fikte telefonin, blokohet e sot, mas një muaj hapti prapë me sfesë me diçmës. Por ti nuk e ke marrë asnjëherë guximin të shkosh në Francë ku jetojnë ato? Unë pas i ka u ktheva djerë, pas 2 muaj në Francë. Pas i nga nej. Kur i ka kujlash ka majt, u ktheva në Paris, nuk shkova atje ku janë ato, edhe kisha komunikim dhe atje. Edhe më thotë, i thosha hajde në Paris, shoh shtëpitë, pa, nëse unë su vjeti, si kishte bo asistentja kështu, i kishte dhënë një edhe mbrojtje. Po, ishte në proces letrash në ato kohë, ja kuptoj. Po, nuk shkosha dot, se më thotë vetë, jo, ka ardhur një familje tjetër, shka asistente, e gjeti banjo mas dere, i heqen lekët, s'do shta t'i begosha, më thonë asë njerë, dhe që procedoshin mirë. Po? Ajo vite në Paris, pasi vite në Paris, rritë ke modrave 2-3 javë, pasi t'u kthete në aty ku është, në atë në telefonisha në Paris. Po pra, dhe e ke takuar gruan ato kohë në Paris? Jo, masi t'u kthete mrapsht në mërë në telefonisha në Paris. Por pse e bënte këtë gjë ajo? Ka goditje më trungut, që më qërë bjërën se morë vesh më ka dhe vjesë në, ose një fare me e pavi, ose një sa fëmijët e mi. Vajzat në telefonatat e fundit të kanë shprehur në një shqetësim? Vajzat share foqin me mu, ngrishin kohën kështu të pa... Pra, ti si baba dyshon se vajzat i pengojnë të flasin me ty? Shumë edhe ai tjetri që është në shtëpi aty, thamë se po. I sa i bo përsen kësaj, i bo përsen kalemajve. Por gjithsesi ai nuk ka si lidhje me vajzat e tua, nuk ka pse ti pengoj vajzat e tua të flasin me babajin. Ka lidhje se unë po enjoy gjithë gjanat që në zjerë ti për ditë. Mirë, Unë kam përvoj jetë para se më martuj, sot. Unë ditë që bojë me familje shqiptare. Unë kam jetu me familje italiane, me familje franceze, jam i njof, të gjitha jam njof dhe me njës të nda, me njëf për nda. Dashur Artur, ke 6 muaj që nuk dëgjon zërin e vajzave, por sa vite pa i takuar, le të themi, sa kohë pa i takuar? 10 vjet, që në 2017. Por pse? Që kur undave ti nuk i ke takuar më vajzat asnjëherë? Pare. Po kur kanë ardhur ato në Shqipëri, ti si ke takuar dot? Në Shqipëri dot. Wow, ti ke 10 vite pa i takuar. Është si më plak, kam qenë me flok gjatë, baradës. Pra, vetëm ke folur në telefon, i ke parë nëpërmjet kamerave, por jo se i ke takuar. 10 minuta, 5 minuta, kur dishin për jashtë, mershin telefonin. Dishin për jashtë me tjanë, mershin telefonin babin atë blenë që i rëmarën direkt me tjanë. Ato janë... Më vdis babaj pa i pa fëmijët. Ato janë rritur pa ty. Edhe pa i pa vetun, babaj. Po vi ka keq që nuk pas ke qenë në varrimin e babait. Edhe ato për i përmente, aty ishin ditë në shpitime, shpita tjereve të vlezëve të modra kanë ditë në djeshterit, ato kanë ditë në shpitime. Dhe më vi ka shumë keq Artur, që 10 vite që si ke takuar vajzat dhe ato janë rritur pa ty.
Po mirë, nuk ke asnjë numër telefoni të vajzave apo të kanë bllokuar? Jo, po vajzat nuk mbajnë telefon, se si le me mbaj telefon, ajo disa bojnë vllaja vet. Sa të mbushin moshën 18 vjeç. Por ti çfarë ke menduar, të presësh që sa vajza të rritet dhe të telefonojnë vet, apo do marrësh një hap ligjor për to? Kam një pajt dokumenta, unë me kështu me 3 miliosh, ajo shteti, si për pasi pajt dokumenta unë shkoj rrij afër fëmijëve të mi. 50 metra larg më shpimi Gjirat, se pas me në fare. Ti në Francë ke të drejtë të hysh të shkelësh? Po në gjithë të Evropën. Pra nuk ke pengesë. Nuk kam pengesë, po kam frikë me shku aty javës, po ne jancim prapë. Këto janë mësu, këto me bërë jancim me përfitu nga burrat. Por se ke marrë guximin në këto 10 vite të presësh një bilet dhe të shkosh aty? Nuk është punë e biletës, po është punë e burgut. Burgu për çfarë? Se ti mund të shkosh dhe të shkolla e vajzës të takosh. Nëse vajza të refuzon, ti largohesh. Ku e diun se ka bërë jancim prapë. Ke frikë nga ajo, se mund të të denoncoj? Po normal. Po normal, se ku një person merr të futi tjetër në shtëpi dhe denoncimin ta bëj. Por në telefonat... Ajo automatikisht do të fotet kokën të burgut, po nuk jam... Unë do me fot në fëmijë në burgut. Prapë do vërzen me fëmijët e mi. Por në telefonatën e fundit ish gruaja çfarë të tha? Kam familjen time, mos më shqetëso apo diçka. Qartë, okej, ajo ka familjen, ti nuk e pse shqetëson. Ma familjen ti. Ma familjen ti. Ata fillon si shqiptarët, unë kam ne pagojën e thartë. Pëndoj shumë. E kam jo për ato, edhe kam dhe për tjerë. Po këtu gabon, Artur. Nuk gaboj aty se... Nuk gaboj aty, dita se... Më ka pull dik këtu. Edhe 2 vjetë të para që isha ndara, 2 vjetë kam 2 herë kam folë në fëmijë. Sepse... Më qosha lek, më ktheshim mrapsht. Më qosha rroba, më ktheshim mrapsht. Pas që rap, ajo me njerë më thonë ngusht, pa dhe merë atë ishti se në majnë ma me bukë fëmijët e tuaj. E qartë, e kuptoj kur undave për herë të parë, por Artur, unë e kuptoj që ti mund të irritohesh, mund të nxehesh, mund të kesh mledh, për gojën duhet ta qepësh, ta them në thonjza, përpara nënës së fëmijëve, nuk mund ta ofendosh dot me fjalë të pisha nënën e fëmijëve. Unë kam një gjë të mirë dhe një gjë të keqe. Unë e ma një muj gjë brenda, do më thonë nuk e shfaq për. Do thonë hajëm nga brenda vetë. Një ditë që shfaq, që zgjedh gjitha që kam pas mbar. Aty e shkatëron gjithçka dhe ky është gabimi. E kuptoj, aty e shkatëron gjithçka, sepse sido që të jetë, vajzat nëse dëgjojnë babain që shan nënën e tyre, ato e kanë nën, janë rritur me atë. Pra, sa vite që të gocë vogël i thot e ishim lartë, thash si mamit martohet, të ndu bo shaka, gocës vogël. Jo, thaj, mor pirunë janë gjerë sytë, tha, të rri me babin tim. Llogarit e fëmija, jo ajo si më 50 vjeçë. Logjikisht, asnjë fëmijë në botë nuk kërkon që babai të gjejë një grua tjetër apo nëna të gjejë një burr tjetër. E kam mësuar kaq shkesë të madhe se vogla është puna ime, ato nuk e kthem dot mbrapsht si lëgjë. Telefonat e fundit sa e madhe sa babi kështu e ka jeta. Do thonë ngjohet sa keq kam mësuar fëmijë. Mirë, mos e ke. Që ajo kur del me mua në telefon të folësh tu, ajo gogati me qafë. Vajza e madhe. E madhe, do të qoj të dyja, do të shohësh të dyja i ke original si I dashur Artur, çdo fëmijë e përjeton ndarjen nga babai apo qoftë dhe nga nëna, padyshim. Prandaj sa herë unë bëj thirrje që çifti, të rriturit më saktë, duhet të kenë një raport të mirë për hir të fëmijëve, që fëmijët mos ta përjetojnë. Sepse ajo ka nisur jetën e saj, ti do nisësh jetën tënde, rrugët tuaja u ndan, por aman, fëmijët nuk kanë pse vuajnë. O ti motër, lej telefonin fëmijës, ka fëmija telefonin, jepi numër, ta marrë vetë shtëpi të fotin me babën e vet. Ti bëj çfarë dush me burrin tënd. Patjetër. Këtu jam absolutisht me ty që pavarësisht se juve u ndat, humbi dashuria mes jush, ti e pranove që e kam dhunuar, jemi zën, jemi shar, jemi ndar, jemi bashkuar. Po pse të them unë ty jo, se kam prek me dorë, që është një gjë se del. Që do të gënjej ju. Po pra, dhe këto janë gabime që sot po
Po i shlyen të gjitha këto gabime se janë ndarë nga fëmijët. Gabim orë të pjote dhe me fëmijë në dorë, din në gjiro, nga gratë e lagje, se për shtetimë ose që bën gratë minon e tjerën, da se diti. I dashur Artur, Kjo është kështu politiko, kështu nëse këti, kështu nëse këtë këmë qëtë e mija dhe sot me thonë sollave. I dashur Artur, kur zgjedh një grua për të kaluar jetën dhe ajo nuk të përshtatet, më mire divorcon, por jo ta mbash e ta dhunosh. As ti, as një burr në këtë botë nuk ka të drejtë të grej dorën mbi gruan. Nëse nuk e do, ndau. Dhe ky është gabimi që ju nuk ka funksionuar martesa, keni qëndruar të martuar, keni shkatruar jetën, ti ke shkatruar jetën tënde, ajo jetën e saj, dhe mbi të gjitha, në gjithë të shkatrim janë përfshirë dhe 2 vajzat. Çdo lloj familje, çdo ti foli fëmijës për babën e për nanën, unë mund të fol për nanën e fëmijës se ka nanë e keq. Nëse ajo i flet keq vajzave për ty bën shumë gabim, sepse ato vajza ty të kanë baba. Do apo nuk do, ajo ti je baba i tyre. Do vetë që ka bëhet keq bëte unë telefon, i kanë thënë që vajzat ti vonë bëjmë vetë shana bërtasin. Po, pa praninë e vajzave. Ato vajzat të dy edhe po ky është gabim. Fëmijët nuk duhet të dëgjojnë konfliktet e prindërve, sepse është e dëmshme. Ai çojë fëmijët në shkollë mes. Po, çojë fëmijët ktheu në shtëpi me telefon bërtasin shana. Po çka dush, ku të vit mia me telefonin s'pa mos ka problem. Artur, ti nuk u martove ma. I patadon dorën e besën fëmijës martohen mos problem. Mirë, betimi për mua nuk vlen në këtë rast, sepse edhe ti ke të drejtën tënde ti je i lumtur. Jo, por pa ngjuh fëmijët, të bën 18 vjet. Vitet ikin, mendo për veten tënde. Vajzat do rriten, do kenë jetën e tyre, do krijojnë familje, do jenë të lumtura. Ti nuk e pse e dënon veten tënde në këtë pikë që të rish vetëm. S'ka problem se Zoti i shaf gjitha. Unë e kuptoj që je një baba i lënduar me një zemër të thyer që të ka marrë malli për vajzat. Është pika jote më e dobët. E vogla apo e madhja më shumë? Të dyja, ndaj fare. Fëmijët janë si gishtat e dorës, të dhëmbin gjithë një lloj. Ndaj. Si ndaj, nuk ndaj fëmijët e vëllezërve të motrave të fëmijët. Nëse të dyja vajzat do t'i kishe kështu përballë, siç më ke mua, çfarë do i thoje? Shikoni jetën e juve, shihni mbrapa, mos i lini njerëz të pas. Po i shnuses? Shikoj jetën tënde. Mos s'kam në gjë më thonë. Thjesht rritimi pa besi. Unë jam nuk jam njëri pa besë, nuk jam son gjë shumë gjona aty në telefon, jam kapi gruan kjo, i shoh gruan tjetër. Unë jam njëri që më vjen në shtëpi bosave të mëdhenj italianisë, franceze, të Europë, nuk unë në shtëpi tjetër, shpitatet bazën, më vjen me kokë ulur, dal me kokë ulur, nuk jam njëri që shoh vajzat e tjerë, e gratë të tjera. E kuptoj, ndarja juaj jam një familje që nuk ndarja juaj nuk ka ardhur për shkak të tradhtisë, e kuptoj. Ju jeni ndarë për shkak të ndarjes fizike me njëri tjetrin për hir të atyre dokumentave që kur kam qenë unë, që po bëjmë muhabet, unë nuk do thosha asnjëherë ja fal për atë fëmijë, asnjëherë. Ka fëmijë ka jetën e vet. Të qoftë se të pëlqej unë si burr, më tjetrin. E vërtet. I dashur Artur, unë nuk e di nëse ke ndonjë numër në dispozicion të ish gruas, të vajzave, ndoshta ato ty të kanë bllokuar, po ka numër të vajzave s'kam, më të ish gruas s'kam. Mund të ma dërgosh në nga blloku, po ta dërgoj më radhë. Personal. Unë do përpiqem të lidhem, do përpiqem të bëj ndërmjetësuesen dhe ta uroj me zemër të flasësh dhe të bashkohesh sa më shpejt me vajzat. Mirupafshim.
Faleminderit. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrot me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.